Një person ka rënë në pranga dhe një tjetër është shpallur në kërkim nga policia në Lushnjë, pasi dyshohen se një natë më parë vodhën 4 motomjete elektrike dhe sende të tjera në një biznes në Savër. Sipas informacionit të policisë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë pas kallëzimit nga shtetasi IS-se në biznesin e tij në lagjen Savër, i kishin vjedhur sende të ndryshme gjatë natës, kanë organizuar menjëherë punën për zbardhjen e vjedhjes dhe identifikimin e autorëve. Si rezultati veprimeve të shpejta hetimore bazuar dhe në informacionet e marra në rrugë operative, është bërë mundur identifikimi i autorëve. Në vijim të veprimeve operacionale u bë mundur kapja e njërit prej tyre, shtetasi TP 38 vjeç, banues në Pirr, si dhe u shpall në kërkim bashkëpunëtori i tij, shtetasi OD 34 vjeç, banues në Lushnjë. Po punohet për kapjen dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të 34 vjeçarit. Vijojnë hetimet për zbardhjen e vjedhjeve të tjera që mund të kenë kryer këta shtetas. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprimet të mëtejshme.